Gjithmonë make-upin e filloj me vetulla dhe duke qenë se mua më marrin shumë kohë, minimumi gjysore. Unë i kam mbaruar, sot kam përdorur këtë pomadën e Anastasia që mund të jetë era e 4 Cherry Play, është shade soft brown, por ndonjëherë kur nuk kam shumë nerva dhe kohë që t'i bëj kaq perfekte, përdor këtë lapsin e Anastasias që ka edhe këtë furçën. Pas vetullave dhe pasi kam vendosur krem hidratues, në verë unë preferoj që make-upi të jetë pak glow, pra nuk më pëlqen që të jetë aq shumë mat, të duket lëkura sikur nuk merr frym. Përdor këtë primerin që është dhe si shimer i Charlotte-it. Kush më njeh prej kohësh dhe nuk është ndjekse e re këtu në Instagram, e di që unë përdor prej shumë muajsh, vetëm fondatina Nisi Blur të hudës. Këto janë 4 që më kanë ngelur nga muajt e fundit, por mund të them që një 10 të tjera kanë mbaruar. Jam fiksuar këtë kohë me këto të dyja. Ky është bronzer i liquid dhe ky është blush i liquid. Pas kontureve unë vendos concealerin, ndryshe nga fondatina më pëlqen të eksperimentoj vazhdimisht me concealera dhe të provoj concealera të rinj. Kam provuar për një kohë shumë të gjatë të hudës, është shumë i mirë, por është shumë bulues, full coverage, dhe them drejtën unë këse kam rradh të zinj dhe kam hequr dorë këto muaj, pas këtij kam provuar këtë Hourglassit që për mua është ndër më të mirët që kam provuar. Po kohë, nuk e di pse u jam fiksuar me këtë stilolapsin të Victoria Beckhamit. Pas concealerit dhe të gjitha produkteve likuide normalisht do thajmë lëkurën, prej shumë muajsh kam përdorur këtë të Huda Beauty, por kam vendosur që këto kohëve të fundit jap një shans kësaj baking powder të Laura Mercier dhe me thënë drejtën më ka pëlqyer shumë. Okej, kjo është ana e fytyrës pa baking powder dhe kjo është ana e fytyrës me baking powder dhe duket sikur kam vendosur smooth. Këtu nuk ka krijuar fare kris. Unë urrej kur krijon kris këtu poshtë concealerin. Bronzer, shumë bronzer, tani në verë, duke qenë se unë dua që ta mbroj lëkurën në SPF, por njëkohësisht dua që të duket sikur ka kapur dielli. Nuk di pse, po në ka një produkt që mua nuk para më ngjit, është Rimmeli. Ose ngjisin çopikët, ose nuk i zgjasin shumë, ose nuk i ndajnë njëra tjetrën, ose kanë shumë boj, por ky i Charlotte-it, Pillow Talk, bëni një screenshot. Është më i miri që kam provuar deri më sot, realisht më i miri. Dhe shikoni vetë diferencën tani. Tani do vendos blushin, dy të preferuarat e mi janë këta të dy, ky nga Too Faced dhe ky i YSL-s. Ky ka pak perl, ky është mat, nuk ka fare perl. Kështu që sot do vendos këtë që ka dhe pak shkëlqim. Fiksimi i mikove të fundit është kjo paleta Diorit, është, nuk e di, nuk kam fjalë, kam parë edhe tek Claudia edhe tek Stelina që përdorin, kështu që unë kudo që shkoj të lyhem marr pak nga truket e tyre. Oh my god, vtes, vendos këto të dyja këtu. Opsion të highlighter që kam provuar këtë kohë, thuajse e kam ngrënë, është ky highlighter i Gucci-t. Shikojeni pak se si është. Në fund vendos gjithmonë setting spray. Ky është i Charlotte që kam shumë vite që e blej, kjo është e Laura Mercier që kam dashur teksa t'i jap një shans kohëve të fundit. Më pëlqen. Mua, ju dua.